Eliona Pitarka ka ndarë me ndjekësit e saj lajmin e gëzueshëm se është bërë nën për herë të tretë. Aktoria ka postuar një video të bebushit të saj të porsalindur duke shkruar: "Bebi erdhi, por misteri i vogël mbetet. Po tani që po e shihni, a e ndjeni çfarë ka qenë gjatë gjithë këtyre muajve në zemrën time? Vajzë apo djalë? Bëni parashikimin e fundit." Aktualisht Eliona nuk e ka zbuluar ende gjininë e foshnjës, duke lënë hapësirë për spekulime dhe parashikime nga ndjekësit e saj. Në një postim të mëparshëm, Eliona ka ndarë emocionet e saj për ardhjen e fëmijës së tretë, duke e cilësuar si një bekim dhe duke shprehur gëzim për këtë ngjarje të veçantë në jetën e saj dhe të familjes së saj. Eliona dhe partneri i saj Desi janë prindër të dy vajzave, Galës dhe Sansës. Ata janë njohur përmes motrës së Elionës, e cila ka punuar me Desin. Ata kanë filluar njohjen si miq dhe tani janë një familje e lumtur me 3 fëmijë.